Përshëndetje Fatosa, mirë se erdhët në E-klasin. Unë jam Mejlan Ameti, mësuese pranë shkollës fillore Ismail Qemali në Shkup, mësuese e klasës së parë. Sot së bashku me ju do të flasim në lëndën e gjuhës shqipe në temë njohja e ndërsjellë. Qëllimet e orës së sotme janë: nxënësit të aftësohen të ndjekin me vëmendje, të nxiten për të biseduar me mësuese dhe nxënësit, të nxiten për të dëgjuar në mënyrë aktive, të hyjnë në bisedë me të tjerët dhe të zotërojnë rregullat themelore për bisedë dhe të kuptuarit e ndërsjellë. Të dashur Fatosa, me siguri se juve ju kanë njoftuar prindërit tuaj dhe një antar i familjes që është më i rritur në familjen tuaj, si dhe motra dhe vëllai të cilët janë pakës më të mëdhenj se ju, si ju duhet të silleni kur të njoftoni dikë për herë të parë. Ju duhet të tregoni emrin tuaj dhe mandej do të përshëndeteni. Por, si përshëndeteni? Përshëndeteni sikur këta dy fëmijë që janë në fotografinë e parë duke zgjatur dorën njëri tjetrit, fëmijët në fotografinë e dytë bashkojnë grushtat e duarve, kurse fëmijët në fotografinë e tretë bashkojnë bryllat e krahut. Këto dyja të fundit janë stili i ri i përshëndetjes. Duke u sjellur në mënyrë të kulturuar, kështu duhet të duket një njohtim. Në fotografi shohim dy fëmijë. I pari është një djalë, një voglush, dhe e dyta është një voglushe. Shikoni si do të prezantohen ata kur të njoftohen. Unë quhem Bujari, po ti, si quhesh? Unë quhem Arta. Kjo ndodh kur jemi me moshatarët tonë ose me ndonjë fëmijë. Kur jemi me më të rritur, duhet të drejtohemi me ju si quheni. Unë jam Bujari, por ju si quheni. Mënyra edhe vendi më i mirë për të njoftuar më shumë shokë dhe shoqe është pikërisht shkuarja në klasë të parë. Me të hyrë në klasë, mësuesja kërkon që me radhë të prezantohen të gjithë antarët një nga një të klasës. Kështu që ju duhet të mbani në mend edhe ata që i keni parë, edhe ata që nuk i keni parë më parë. Duhet të mbani në mend emrat e tyre. Të detyr shtëpie, në një fletë të bardhë, lutni prindërit tuaj t'u shënojnë emrat e së paku 3 shokëve që i keni njoftuar sot në shkollë, të ngjiteni fletën në derën e dollapit. Mbani në mend emrat dhe mundoheni këtë ta përsërisni për çdo ditë kur të ktheheni prej shkollës, derisa të keni nxënë emrat e të gjithë shokëve dhe shoqeve klasës tuaj. Ju faleminderit për vëmendje. Ju prifte mbara.